Gjermania ka vendosur të hap kuletin me shtedashur dhe të investoj shumë para, por kjo do të thotë se Gjermania do të futet edhe në borxhe të reja që dikur edhe duhet të kthejnë natyrisht, e kjo nuk është fare e këndshme. Bundestagu miratoi sot buxhetin për vitin 2026. Buxheti parashikon shpenzime prej gati 525 miliard eurosh, që është buxheti më i lartë i Gjermanisë që nga koha e pandemisë korona. Por për fat të keq, ky buxhet do të thotë pra edhe futje e re në borxhe prej mbi 180 miliard euro, që për Gjermaninë është tepër e domosdoshme. Buxheti u miratua me votat e partive në pushtet të koalicionit CDU, CSU dhe SPD, ndërsa kundër ishin partitë opozitare. Ministri i Financave Lars Klingbeil thotë se ky buxhet parashikon edhe investime rekorde, por është shumë e rëndësishme që këto investime të bëhen shpejt dhe të bëhen në vendet e duhura. Borxhet me siguri që nuk janë të mira kur miq të dashur, por Gjermania duhet të futet në kredi të reja sepse ajo ka vendosur qysh vitin e kaluar pra që të investoj edhe rreth 500 miliard euro në infrastrukturë dhe klim, ndërkohë që qindra miliarda euro do të investohen edhe në forcimin e ushtrisë gjermane, për të cilat ju kam njoftuar edhe më parë. Këto investime nuk do të bëhen brenda vetëm një viti, por në 3-4 vitet e ardhshme. Ndaj, borxhet e reja në vitin 2026 parashikohet të jenë pra sakt 181,5 miliard euro, që është shifra e dytë më e lartë në historinë e Republikës Federale të Gjermanisë. Sidoqoftë, nga buxheti, më së shumti para do të ndahen për sektorin e punës dhe çështjeve sociale, veçanërisht do të ndahen shuma të mëdha parash për pensionet. Buxheti për punë dhe çështje sociale do të jetë 197 miliard euro. Në vendin e dytë për nga buxheti do të jetë Ministria e Mbrojtjes me rreth 108 miliard euro. Ky është buxheti më i lartë i Gjermanisë për mbrojtjen që nga koha e luftës së ftohtë. Një pjesë e madhe e parave në këtë buxhet, pra për çështjet e mbrojtjes, do të shkojnë për pajisje dhe municione ushtarake, ndërsa Ukrainës do të jepen ndihma në vlerë prej 11,5 miliard euro për artilleri, për drona, për automjete të blinduara dhe pajisje të tjera. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes, kjo është shuma më e lartë që nga sulmi rus, pra që i jepet Ukrainës së ndihmë. Buxheti për investimet më të larta do të jetë ai i Ministrisë të Transportit, ku do të ketë investime të mëdha në rrugë, në ura dhe hekurudha, që është vërtet e domosdoshme. Për këto investime do të jepen 14 miliard euro nga buxheti i rregullt, si dhe 21 miliard euro nga fondi special për infrastrukturën që e përmenda pak më parë. Ndërsa disa ministri janë ankuar për buxhetin më të vogël, siç është sektori i ndihmës dhe zhvillimit, si dhe Ministria e Jashtme, e më pak para do të ketë edhe për disa sektorë të mediave, që mua personalisht, ju them të drejtën, nuk më pëlqen fare, por kështu kanë vendosur deputetët e Bundestagut. Në përgjithësi, qeveria gjermane mund të jetë e kënaqur me votimin e këtij buxheti për vitin 2026, por shpresojmë shumë, po e them edhe një herë, që investimet do të bëhen në fushat e duhura dhe se ekonomia gjermane më në fund do të fillojë të rimëkëmbet dhe të rritet më shpejt. Ndryshe, çdo dështim do të jetë një ngarkesë më e madhe për brezat e ardhshëm, e kjo me siguri që nuk është mirë. Qeveria gjermane ka rënë po ashtu dakord edhe për pensionet për vitet e ardhshme, është miratuar pra një pakete posaçme, por me këtë çështje do t'ju njoftoj në ndonjë video tjetër, sepse është vërtet një temë tepër me rëndësi, në veçanti kur dihet që në Gjermani ndërkohë jetojnë më shumë se 21 milion pensionistë, e këtu do të ketë pra disa ndryshime me rëndësi. Natyrisht kjo prek edhe të gjithë pensionistët shqiptarë që dalin në pension në këtë vend. Ndaj, nëse doni, abonohuni në kanalet e mia dhe mos harroni ta shpërndani edhe këtë video, sepse më duket interesant për ata që duan të informohen më shumë për Gjermaninë. Unë ju falenderoj shumë që jeni me mua dhe mirupafshim së shpejti me informacione të tjera.